Apo i vjen botës edhe një luftë e re, lufta Indi-Pakistan. Sulmet që ndodhen gjatë natës midis Indisë dhe Pakistanit po shkaktojnë shqetësim global pas vdekjes së 29 civilëve, 26 në Pakistan dhe 3 në Indi. Nga sulmet po ashtu mësohet se kanë mbetur të paktën 46 të plagosur dhe rrëzimin e 5 avionëve luftarak indian. Armiqësitë që i çojnë të dy vendet në prag të një lufte të re, e shtata në historinë e tyre, ky konflikt mes Indisë dhe Pakistanit filloi në vitin 1947 me ndarjen kur Pakistani u krijua si shtet musliman, kurse India si një shtet kryesisht hindu. Konfliktet filluan me operacionin Sindur, në të cilin Delhi njoftoi se kishte synuar infrastrukturën terroriste në 9 lokacione në Pakistan dhe pjesën e Kashmirit të kontrolluar nga Pakistani. Pakistani u përgjigj duke rrëzuar të paktën 5 avion luftarak të forcave ajrore indiane, duke e quajtur këtë një akt lufte nga ana e Indisë. Një zëdhënësi i ushtrisë pakistaneze tha se Pakistani i ka dhënë një përgjigje të përshtatshme Indisë. India ka akuzuar Pakistanin për përfshirje në sulmin ndaj turistëve hindu në Kashmirin administruar nga India në prillin që mori jetën e 26 personave, përfshirë një qytetar nepalez. Sulmet të synuara u kryen në 9 vendodhje të infrastrukturës terroriste në Pakistan dhe në Jammu dhe në Kashmir të pushtuar nga Pakistani.